sot jemi këtu para qeverisë së Republikës së Kosovës, për një arsye të qartë, për ta mbrojtur rendin kushtetues, institucionet e shtetit dhe demokracinë tonë. Ne nuk jemi këtu kundër shtetit, përkundrazi, jemi këtu sepse ky shtet është i yni, është ndërtuar me shumë mend, me shumë sakrificë dhe me shumë shpresë. Dhe pikërisht sepse besojmë në të, nuk mund të heshtim kur parimet mbi të cilat është ndërtuar vihen në pikpyetje. Kosova është republikë parlamentare, askush nuk është mbi kushtetutën, asnjë individ, asnjë parti politike dhe asnjë pushtet nuk mund të vendoset vetëm mbi ligjin. Kur cenohet rendi kushtetues, nuk është vetëm një parti që duhet të shqetësohet, nuk është çështje e një emri, e një partie apo një mandati. Është çështje e secilit prej nesh, sepse sot mund të preket njëri, nesër mund të preket tjetri, sot mund të cenohet një institucion, nesër mund të cenohet e drejta e secilit prej nesh. Prandaj, qëndrimi ynë është i qartë. Kosova duhet të funksionojë me kushtetut, me ligje dhe me institucione. Ne nuk kërkojmë privilegje, kërkojmë respektim të rregullave të Republikës, kërkojmë atë që duhet të kërkojë çdo qytetar nga shteti vet, që rregullat të vlejnë njësoj për të gjithë, pavarësisht se kush është në pushtet dhe kush është në opozitë. Këtë shtet e kanë ndërtuar gjenerata të tëra. Për këtë liri janë sakrifikuar njerëz, për këtë republikë është derdhur gjak. Prandaj, Kosova nuk është thjesht një administrat, një qeveri, një mandat 4 vjeçar, është amanet dhe përgjegjësi. Është shtëpia që kemi ndërtuar bashkë dhe që një ditë dua të lëm fëmijëve tonë. Pyetja është çfarë shteti dua t'ja lëm? Një shtet ku pushteti vendos rregulla sipas vetes, apo një shtet ku rregullat janë më të forta se pushteti? Për ne, përgjigjja është e qartë. Prandaj, nga këtë, para qeverisë Republikës së Kosovës, themi qartë, nuk ka demokraci pa kushtetut, nuk ka shtet pa institucione, nuk ka republikë pa respektim të ligjit. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në mbrojtje të rendit kushtetues, në mbrojtje të institucioneve dhe në mbrojtje të Republikës së Kosovës. Jo për një parti, jo për një individ, po për secilin qytetar që beson në Kosovën që duhet të jetë shtet i së drejtës sot dhe nesër. Sepse shteti nuk është pruna askujt, shteti është i qytetarëve të Republikës së Kosovës, është i të gjithëve neve, dhe ne do të mbrojmë atë me përgjegjësi, me vendosshmëri dhe mbi të gjitha me respekt për kushtetutën dhe demokracinë. Edhe sot jemi këtu para dyerve të qeverisë, bashkë me kolegë nga Partia Demokratike, Aleanca dhe struktura tjera të dy partive, për të vetmin qëllim, që të tregojmë Albin Kurtit, t'ja rikujtojmë që askush nuk është mbi kushtetutën. Deputeti Kurti mundet edhe me ikë nga përgjegjësia që dalë dhe të jap llogaridhënie para nesh, mirë po nuk mund asnjëherë të ikë para përgjegjësisë, ndaj respektimit të rendit dhe ligjit dhe ndaj respektimit të vullnetit të qytetarëve. Ne këtu jemi, nuk do të largohemi, nuk do të lëvizim, do të qëndrojmë në mbrojtje të kushtetutës, në mbrojtje të rendit dhe të ligjit, sepse Republika është mbi çdo individ, e Kosova është më e madhe se çdo pushtet. Jemi para objektit të qeverisë, në fundit si objekti i qeverisë, si ai i kuvendit janë vetëm objekte, por në fakt kërkojnë që të marrin përgjegjësi njerëz që kanë marrë obligimin nga zgjedhjet e fundit, njerëz që kanë marrë obligime dhe nuk e çojnë mesazhin në vend, duke marrë përgjegjësitë e veta, sikurse është deputeti Kurti që ka uzurpuar pozitën e kryeministrit, duke qenë njëkohësisht deputet bashkë me varësitë e tij, ka uzurpuar institucionin edhe të kuvendit, pra si institucion më të lartë ligjvënës, duke bllokuar jetën e qytetarit që nga niveli lokal, pra duke keqpërdor buxhetin, duke ngulfat zhvillimin e bizneseve, bizneset po mbyllen çdo ditë dhe mesazhin që po e përçon tek qytetari i thjesht është që ky vend po shkon çdo ditë duke u bë jeta më vështirë për të jetuar për shkak se një njeriu ju ka tek që të bllokoj institucionet në vend. Prandaj nga këtu thrasem edhe një herë. E ja merr përgjegjësinë për çka ti ke marrë besimin e qytetarëve duke dalë partia e parë. Por mosmarrja e përgjegjësive dhe tentimi për të bllokuar gjithçka në këtë vend është një mesazh i qartë që durimi po i vjen fundi dhe qytetarët po e përçojnë mesazhin kudo që po shkojmë që ne nuk mundemi dhe nuk duhet të jetojmë në një vend duke qenë në një depresion të thellë nga se
jeta e qytetarëve në secilin institucion është bërë vërtet një klim negative dhe askush prej tyre nuk është me vullnet sot në cilën do detyrë krejt për shkak të një individi si që është pra deputeti Kurti. Pra dhe njëherë e thrasim, merë përgjësit, t'jesh i guximshëm për të marrë detyrat, që detyrat në vend mos keq përdor buxhetin, ashtu siç ai din më së miri pra për vitet e tona keq përdor buxhet duke dërguar në Serbi. Pra keni pa edhe mesazhet e fundit, ne edhe njëherë e thrasim, merr përgjegjësit, zhblloko institucionet, eja dhe përballu me ligjvendësit, pa përballu me opozitën dhe secilin deputet, në fundit ne kemi detyrat tona që kërkojmë përgjegjësi për të monitoru qeverinë. Pra, duhet kesh guxim, duhet dish, por unë mendoj që këta njerëz janë të padijshëm dhe të paguximshëm.